mirë se vini në këtë transmetim të drejt për drejt të War Report. Do t'jeni me mua Sali Doçin për gjatë minutave në vijim në ekranin e ABC News për të njohur më gjërësisht me zhvillimet kryesore sa i përket konflikteve më të nxehta globale, me një fokus të veçantë mbrëmjen e sotme në program në aspektin mikro dhe makro mbi atë çfarë po shkakton rindezja e luftës në lindjen e mesme. Irani duket se po lëviz të gjithë gurët e shallët, njësoj siç kanë bërë Shtetet e Bashkuara, të cilat në sulmet e fundit kanë përdorur edhe mjetat pa përdorura më parë në luftën kundër Teheranit, duke përfshirë këtu dronët detar apo qoftë edhe raketat veçanta, të cilat kanë goditur kryesisht objektiva porte dhe fabrika municionesh të vendosura gjeografikisht pranë ngushticës së Hormuzit, me qëllimin kryesor të Washingtonit për të garantuar lundrimin e lirë dhe tregtinë globale që të vijojë të funksionojë për të mos shkaktuar më pas efektet më njëhershme në tregjet e furnizimeve, tek karburantet, tek ekonomia në tërësi, duke përfshirë këtu tregun e plerave kimike apo qoftë edhe shpërndarjes së ushqimeve. Nga ana tjetër, siç e thash në nisje të programit, Irani duket se po përdor çdo gur shahu pasi së fundi Teherani duket se po shton ndikimin e tij mbi rebelet Houthi për të mbyllur një tjetër ngushticë të rëndësishme, atë të Bab el Mandeb, e cila është e vendosur pranë Yemenit. Dhe rebelet e ngushticës Houthi kanë kërcënuar edhe më herët me mbylljen e kësaj ngushtice, e cila ka një qarkullim të 12% të tregtisë globale, një ngushticë etike kur bëhet fjalë për interesat e lindjes së mesme, ato europiane, ndonse Shtetet e Bashkuara të Amerikës thonë se nuk ka një ndikim të drejtë për drejtë nga ajo çfarë ndodh me rrugët tregtare, por duket se Washingtoni është i bindur se do duhet të jetë aty për të mbrojtur interesat e aleatëve të tyre, për aq kohë sa ishin vetë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat në bashkëpunim me Izraelin hynë në këtë konflikt për të bombarduar Iranin. Duket se Teherani tashmë është i gatshëm të përdorë ndikimin e tij për të sjellë një mbyllje jo vetëm në atë që konsideron mbyllje të Hormuzit, por edhe të kësaj ngushtice kaq e rëndësishme Bab el Mandeb. Ndërkohë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës duken të vendosura për mos përhapjen e armëve bërthamore. Teherani zyrtar ka miratuar sanksione të reja, të cilat kanë prekur 7 entitete, individ dhe subjekte nga ana e Teheranit, të cilat ishin përgjegjëse për qarkullimin e mjeteve artilerive apo qoftë edhe pajisje vendimse, të cilat mund të ndihmonin Teheranin në zhvillimin e programit të tyre bërthamor. Sanksionet u bën publike nga thesari i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, i cili ka deklaruar se nuk do të lejojnë në asnjë mënyrë avancimin e interesave të Teheranit për pasjen e armëve bërthamore. Ndërkohë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, siç e thash edhe pak më parë, vijojnë sulmet dhe bombardimet e tyre intensive në Iran. 7 ushtarë të Iranit janë vrarë mbrëmjen e dieshme si pasojë e goditjeve të kryera nga ana e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke sjellë një rritje të ndjeshme të numrit të fataliteteve kur bëhet fjalë për radhët e ushtrisë iraniane dhe gardës revolucionare të mbështetur nga ana e Teheranit dhe udhëheqjes së tyre atje. Informacioni i fundit në cilin do të ndalemi në Magic Wall lidhet me Kuvajtin. Shihni këto momente dhe këto plane ku tregohet se si dronët shahet prodhuar nga Teherani arrisin që të godasin edhe aleatët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Nuk ka detaje të cilat tregojnë më shumë informacion mbi numrin e të plagosurve, ndërkohë që vetëm ditën e djeshme Irani kreu një sulm i cili la 4 persona të plagosur dhe shkaktoi dëme të mëdha në një bazë të rëndësishme ushtarake. Janë këto pasqyrimi gjithçkaje që po ndodh në frontin e betejës ditë pas dite, në një betejë e cila është intensifikuar dhe nuk ka më pyetje se a kemi vërtet Shtetet e Bashkuara të Amerikës të përfshira sërish në luftë me Iranin. Gjithçka duket një fakt, por ndikimi afatgjat pritet të jetë shumë më i rrezikshëm se sa ai i konfliktit parë e një armpushimi i cili u duk sikur i dha një frymarrje ekonomisë botërore, por gjithashtu edhe i dha një dozë paqe, duhet thënë, botës, kur bëhet fjalë për tensione të tilla të cilat nuk kanë prekur vetëm Shtetet e Bashkuara, Iranin dhe Izraelin, por edhe aktorët kryesorë, Shtetet e Gjirit, aleat të Shteteve të Bashkuara. Në pjesën e parë të programit do të diskutojmë strategjinë e mëtejshme amerikane. Ku do të shkojë Amerika me këtë luftë? Ka plane të cilat po diskutojnë gjërësisht në mediat ndërkombëtare për një inkursion toksor, cilat janë hapat strategjik që Washingtoni po ndërmerr me goditjen e porteve kryesore pranë ngushticës së Hormuzit, cilat sigurisht mund të sillnin një lehtësim për trupat amerikane për të pasur një plan strategjik mbi ndërhyrjen territoriale, por sa e mundur është diçka e tillë. Ndërkohë që në pjesën e dytë të programit flasim për ndikimin e jashtëzakonshëm ekonomik që një betejë e zgjatur në lindjen e mesme do të kishte për tregjet ndërkombëtare, për ekonominë globale, duke përjashtuar jo vetëm naftën, e cila do të ishte menjëherë prekshme, por duke folur edhe për elemente të tjerë të ekonomisë, përfshirë këtu sektorin e ushqimeve, plerat kimik për fermerët, por edhe një sër elementësh të tjerë. Të gjitha këto pjesë e programit mbrëmjen e sotme, menjëherë vetëm pas siglës.